Një tjetër skandal me përmasa të mëdha pritet të dalë në dritë, i krahasueshëm me ngjarjet e filmave hollywoodian. Në qendër të tij qëndron drejtuesja e një institucioni kyç shtetëror, e cila dyshohet se ka ndërtuar në letër një park të madh teknologjik, duke krijuar kushte që dhjetra kompani të përfitojnë statusin e një parajse fiskale dhe të shmangin pagesën e taksave. Sipas hulumtimeve, skema drejtohet nga Elira Kokona, drejtohesha e Korporatës së Investimeve Shqiptare, e akuzuar se po vën në dispozicion prona publike për interesa private. Rasti bëhet edhe më i pazakont nga fakti se në shkurt 2025 u krijuar një shoqëri shtetërore pa ekzistuar realisht asnjë godinë fizike. Pavarësisht kësaj, në këtë park virtual janë regjistruar 46 biznese që përfitojnë lehtësira të shumta fiskale, ndërto që vazhdojnë të marrin tendera me vlera të mëdha nga shteti. Ndryshe nga praktikat e mëparshme, ku kompanitë regjistroheshin në vendet e huaja për shmangje taksash, ky model duket se ka sjellë një parajsë fiskale brenda vendit. Dokumentet tregojnë se Korporata e Investimeve Shqiptare ka marrë në administrim një sipërfaqe të konsiderueshme në zonën e Xhavzotajt, pranë autostradës Tiranë-Durrës, ku parashikohet ndërtimi i Durana Tech Park. Megjithatë, deri më sot nuk ka nisur asnjë punim në terren, ndërsa kompanitë e regjistruara vazhdojnë të përfitojnë përjashtime nga taksat, TVSH dhe detyrime doganore, duke kthyer projektin në një rast të dyshimt, abuzimi institucional.